Të nderuar të pranishëm, të nderuar përfaqësues të shoqatës për kthimin e shqiptarëve nga trojet e veta, të nderuar përfaqësues të Agjencisë për Menaxhimin e Monumenteve dhe Komplekseve Memoriale, e nderuara deputete e Republikës së Kosovës, zonja kosovare Murseli, i nderuari Hoxha Gjevat Kryeziu, i nderuari Saoden Mehmeti, kryetari i Lidhjes Demokratike të Maqedonisë, i nderuari ish kryetari i komunës, zotri Rufki Suma, të nderuara zonja dhe zotrin. Mirë se keni ardhur në këtë ditë, në këtë aktivitet organizuar në patronatin e kryetarit të komunës së Hanit të Lezit, zotri Mehmet Ballazhi, në bashkëpunim me shoqatën për kthimin e shqiptarëve të shpërngulur nga trojet e veta dhe me mbështetje nga Agjencia për Menaxhimin e Monumenteve dhe Komplekseve Memoriale, e cila sot organizon manifestimin qendror të 26 vjetorit të përkujtimit të Holokaustit shqiptar, ku rreth 440.000 shqiptar u dëbuan me dhunë nga trojet e veta, nga forcat serbe, dhe u detyruan të kalonin në Maqedoninë e Veriut përmes bllacës. Andaj në shenjë nderimi e respekti për ta, ju ftoj për 1 minutë heshtje. Lavdi. Në 26 vjetorin e eksodit Bllaca 99, sot do të promovohet botimi i librit Bllaca 99 në gjuhën frënge, po ashtu ora poetike. Si dhe në kohën që po flasim, në këtë hapësira është e hapur ekspozita me piktura nga nxënësit e shkollës fillore Elena Gjika nga Prishtina, që ju kushtohet eksodit Bllaca 99. Në veçanti mësimdhënësit Zymer Cakolli, Fatme Krasniqi dhe Florim Gashi. Tani, si një koqir dhe organizator i shënimit të 10 prillit, para jush fjalën e ka kryetari i komunës, zotri Mehmet Ballazhi. Faleminderit. Paraprakisht ju falenderoj për prezencën që jeni këtu dhe do t'ju kërkoj falje paraprakisht që ndoshta do ta harroj dikën me përshëndet. Megjithatë disa nga që kanë shkruar, shënuar, do t'i përshëndes të tjerëve, jeni të përshëndetur gjithsesi me emër mirë, por vetëm të kemi mirë kuptimin për shkak se personalisht ndoshta nuk i di emrat. Të nderuar të pranishëm, e nderuara zonja Sherife Luta, e cila gjithmonë po na bën të mendelë që po vjen në prezencën tonë në simbol i kësaj ngjarje që në atë kohë preku në ndërgjegjen e botës së civilizuar. Faleminderit shumë për prezencën. Të nderuar përfaqësues të shoqatës për kthimin e shpërngulur të shqiptarëve nga trojet e veta me kryetarin Jehe Lluka. Nderuar përfaqësues të Agjencisë për Menaxhimin e Monumenteve dhe Komplekseve Memoriale, të nderuara deputete zonja kosovare Murseli, nderuar Hoxh Gjevat Kryeziu, nderuar Saoden Mehmeti, nderuar Tefika Jozi, autor të librave, dhe zoti Fari Rexhepi, kryetar i Unionit të Shoqatat Pjeshkatarëve Shqiptare në Republikën e Maqedonisë Veriore. Të nderuar motra dhe vëllezër, të nderuara media, faleminderit shumë për këtë vëmendje që keni kushtuar kësaj date shumë të rëndësishme, jo vetëm për Hanën e Lezit, por për gjithë trojet shqiptare kudo që janë, të nderuar të pranishëm. Nuk kisha mundë të bëj përshëndet edhe ansamblin shoqërinë kulturale artistike Sharri nga Hana e Lezit që gjithmonë janë prezent në aktivitetet e tyre kulturore. Faleminderit shumë vajza. Jemi mbledhur pra sot këtu në Parkun Memorial Bllaca 99, ku po përkujtojmë 26 vjetorin e eksodit Bllaca 99. Prilli i vitit 1999 ishte i këmshëm për shqiptarët e Kosovës, ku rreth 440.000 shqiptarë nga gjithë Kosova
ishin drejtuar drejt kufirit me Macedoninë, sot Macedoninë Veriore, sepse dhunshëm po dëboshin nga okupatori serb duke u detyruar ta lënë shtëpitë e tyre e gjithashtu edhe jetën e tyre në mëshirën e Fotit, sepse okupatori ishte i pamëshirshëm dhe askush nuk e dinte se si do të përfundonte rruga larg shtëpive të tyre. Në pllacin 99 unë e kam quajtur Holokausti shqiptar. Të dhëmshme janë pamjet që janë murosur në memorialin këtu të pllacin 99, kur nga dëbimi nuk janë kursyer as të moshuarit, as nënat e reja, as foshnjët e sapolindura. Prandaj këto kujtime janë murosur që mos të harrojmë asnjëherë se kush na dhunoi, kush na dëboi e kush deshi të na pastronte etnikisht. Pllaca 99 është simbol i tragjedisë së shqiptarëve, por njëkohësisht është shenjë e qëndrueshmërisë shqiptare, sepse Kosova kishte gra e burra të cilët jetën ja dedikuan lirisë së Kosovës dhe me të gjitha forcat e tyre kundërshtuan në shtrimin e Serbisë dhe ja kthyen armët duke u bërë frymëzim për gjithë të tjerët. E bashkë me mestan ndërkombëtar e solën lirinë dhe kthimin e shqiptarëve në përtrojet e veta, por që fatkeqësisht sërish viktima po trajtohet si dhënues, sepse sot kur ne e përkujtojmë 26 vjetorin e dëbimit të shqiptarëve, krerët e luftës së shenjtë ushtrisë qendrore të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe të tjerët po gjykohen padrejtisht në një gjykatë politike dhe thënë shkurt fashiste dhe e papranueshme për shqiptarët. Një shprehje thotë: historia që harrohet ka rrezik të përsëritet. Por me angazhimin tonë, pllaca 99 do të jetë për herë pjesë e historisë tonë, duke investuar në të dhe duke e kthyer në një vend shumë të rëndësishëm historik, ku brez pas brezi do të mësojë se çfarë ngjarje tragjike ka ndodhur në këtë hapësirë. Unë si kryetari i komunës së Antelezit, që nga marrja e mandatit tim, kam shprehur gatishmërinë e hapur, gatishmërinë time për gjitha projektet e dedikuara për pllacin 99. Po dhe sot që po flasim, kemi një hapësirë të rregulluar, të gjelbruar, por mbi të gjitha me informata historike për të gjithë vizitorët që duan të dinë më shumë për historinë e tresht të prillit të vitit 1999, të ndodhur në plac, si dhe para pak kohësh mbështetën financiarisht pulimin e një pjesë të shpenzimeve për botimin e librit me argumente pllaca 99, i cili do të përorohet sot edhe në gjuhën frende. Po ashtu, çdo ditë kemi në ndërgjegjën tonë këtë ngjarje. Në përfundim, do të falenderoj shoqatën për kthimin e shqiptarëve të shpërngul katrojet e veta dhe Agjencinë për Menaxhimin e Monumenteve dhe Komplekseve Memoriale për këtë bashkëorganizim në komunën e Antelezit në kujtim të të gjithë atyre që përjetuan kohët e vështira të prillit të vitit 1999. Lartësia u takon të rëndëve për liri, respekti cilëndarëve. Faleminderit shumë. Faleminderit kryetar. Tani ftojmë zotëri Jaja Huka për një fjalë raste. Jashtë protokollit, po du me ju përshëndet, me ju falenderu që çdo vit jeni së bashku me ne. Sot me ju kërkoj falje që nuk e kemi motin si vitin e kaluar. Mirë po në shajt të atyre që në prill 99-s këtu në Maqal kanë qëndru me ditë e me natë, po asnjë element për të mbijetu. Falë luftës së UÇK-s dhe intervenimit të NATO-s, është ndërprerje pastrimi etnik dhe shfarosja e popullit shqiptar. Kryetari e di që i thotë mos të gatë shumë javë, se unë e kam shprehime s'gatë. Qa po tash? Profesioni bëro me politikë, me histori, do të me qeni gjatë. Është mirë që të kalumen mos të harrojmë,
edhe njerë po ju falenderoj gjithëve nga fillimi kur qeveria e Kosovës ka marrë vendim për të kriju memoriali i holokaustit shqiptar, ashtu e ka pas emrin fillimisht, dhe po shpresoj që çdo ditë ky vend do të zbukurohet për të mujtë me ardhur i mia dhe për të informuar për sakrificën e popullit shqiptar. Faleminderit, ju kërkoj falje për këtë ditë të ftohtë, por Zoti është më i madh, prandaj edhe Zoti ka shpëtuar popullin shqiptar. Faleminderit. Tani për një fjalë rasti ftoj profesor Ismail Ismaili dhe profesor Sabit Jaja, përkthyesit e librit Vllaca 99 në gjuhën frënge. Motra dhe vlezër, ju përshëndes gjithëve, pa ndaluar asken. Unë jam përkthyesi i librit i vojtjeve dhe po përpiqem të them diçka para jush. Me kujtohet lugina e vojtjeve, vdekja dhe maltretimeve të pafundme. Këtu ndaheshin rrugët e shqiptarëve në lidhje për Turqinë, e jug për Maqedoninë, dhe në përëndet për Shqipëri. Mos harrojmë edhe kompët këtë cilat shumë familje morën rrugën e përëndimin, e që asë dhe optimistin më i madh nuk ka menduar që do të kthehemi të gjithë në linjën tonë. Pra, gjendja në Kosovë ishte e tmerrshme. Shqiptarët, burrat, gratë, fëmijë dhe plesht u dëbuan nga vatrat e tyre dhe u grumbulluan të bartur me tren, automjete dhe qerre në drejtim të Shqipërisë dhe Maqedonisë. Ato ditë dukej se dhe moti vajtante për këtë katrahur që po ndodhte. Një shi i ftohtë e qullas të tokë dhe njerëzit e gjorë arrinin me shumicë në pllacë, ku ato e patën stacionin e fundit të trenit dhe pritin ndihmën dhe mshirën nga gjithë bota. Me kujtohet dita kur u vendasëm në këtë fush grop, ku livadhi ishte i bërë parë, që jepgët nuk kishin nevojë të arrahnin për të punuar qërpiq. Shikova për rreth dhe pas tenda, po u them tenda, por nuk ishin tenda, por të improvizora, që shqiptarët të ballafaquar me këtë dhunë, të ballafaquar me këto vojtje, përpiqeshin të improvizonin një kulm mbi kokë. Kishte të tillë që nën kokë kishin vënë një gur e dikush që kishte ndonjë valigje, kishte mbështjellë me batania dhe disi flinin. Nuk ishte gjumi zakonshëm, por gjumi zorit, sepse të lodhur nga vojtjet, maltretime dhe lodhja, gjenin sa të pak kohë për ta pushuar trupin dhe asesimendjen. Pasi e mora pak vetën, unë ngrita për të bërë një shëtitje të vogël në për atë turm njerëzish, për të hetuar mos po takoj ndonjë të afër, motër, vëlla, apo ndonjë kushëri. Isha i bindur që edhe ata duhet të ishin diku këtej. Nuk kisha asnjë lajm për ta. Pas një bredhje të shkurtër e gjeta motrën bashkë me djetë dhe vajzat e saj. Ajo dhimbje që ma kishte gozhduar fytin, pak sa u shua. Ata kishin ardhur para 2 ditësh. Pak më tej, dëgjova një bisedë në gjuhën frënge. U afrova dhe për çudi takova gazetarët e Le Mondit, Frans Treshit dhe një kanadez. Ata sikur u gëzuan që më panë. Jo shumë që ndjenin dhimbje për mua, por të shërbeja sa do pak për të mbledhur informata për ngjarjet që kishin ndodhur në Kosovë. Fillova të tregoja, por lotët me tratuan.
ishte mbushur pulsi, thonë tek ne. I kalova disa minuta në shoqërim me ta dhe kur u largova për të gjetur tendën tonë, pash një turm njerëzish që ishin grumbulluar te lumi. E pyeta të parin që takova se çfarë kishte ndodhur. Ai si i humbur që duke më tha: "Një e moshuar ka rënë në lum dhe uje ka bartur të poshtë." Andaj për te kufirit Macedonisë. Ishte pamundër të fillonim kërkimin pasi që policia macedonase nuk lejonte as të afrohemi e lere mo ta kalonim kufinin. U ktheva për në tendi fyrë shpirtresht. Treni i zi sillte shqiptar të tjerë pa ndërprer. U drejtova për në tend pasi që çepollat më ishin rënduar nga pazhumësia. Tenda ishte plot me familjar, por edhe disa gra që nuk i njeh afare. Kur tentova të futesha në tend, një djalosh rreth 20 u më ofrua. "Të lutem," më tha, "jam këtu me gruan time që posa ka lindur dhe nuk kemi ku ta fusim kokën." I thash: "Le të futet gruaja me foshnjën në tendën gjindën të si." Ashtu të dërmuar, vrejtëm rrezët e para të diellit që të bërë natën e errët, që me duke se nuk kishte fund. Kullitjet e rrallat të natës u zavencuan me shprehjen: "A fjetët më rëbura." E sa natë gjatë ishte kjo. Nuk pas gjash më shumë me përjetimet, vetëm më mbetet të them që këto vojtje dhe mjerime nuk do të duhej të mbeteshin të përshkruara në librat tanë që flasin vetëm shqip, por të përshkruhen në gjitha gjuhët e botës të mundshme, në mënyrë që dhe bota e opinioni i gjerë të mëson dhe të një farë mënyrë të përjeton periudhën e errët të shqiptarën përgjithësi e në veçantit shqiptarëve Kosovës. Pra me lejoni të them këtu se në punë e përkushtim të Dibran Fyllit, Jahja Llokës dhe Sabit Jahës e shumë të tjerëve, Blaca 99 sot e tutje do të flasë dhe frëngjisht. Prandaj, përveç një vjetorit të përkujtimit, sot kemi rastin të jeni edhe pjesëmarrës të promovimit të librit Blaca 99 ose Blaca 99. Lexim të këndshëm dhe ju faleminderit shumë që patët durim në dëgjoni. Me që muzu emri pak më parë, unë kam përgatitur një vështrim rreth botimit të këtij libri që shumë kush nga ju tash një vit më parë është përuar këtu, por atë ditë ka qenë ditë Bajrami, më të ëmbla ju kanë duken baklavat se sa libri, prandaj keni mbetur pa libra. Sot e keni libri në gjuhën frënge, cilin e ka përkthyer Ismaili, ndërsa viti që shkoi, vishin njerëzit mirënin edhe nga 500 libra. A i kanë shit, a i kanë fal, ata e din vetë. Sot ju jeni pa libra, ju uroj që t'i gjeni t'i lexoni, sepse janë shpërndar falas. Fal, autorit të librit, Jahja Luka, dhe të tjerëve, si përmendi Ismaili, u them që sot këtë libër e keni në gjuhën frënge. Kontributi i jashtëzakonshëm ta quaj është nga autori Jahja Luka, Dibran Fylli, recenzentët dhe të tjerët dhe një pjesë të kësaj pune kam hise unë, me që kam qenë lektor i librit, redaktor gjuhësor në gjuhën shqipe. Kthehem sot e 26 vite më parë,
këtë tren, në këtë gjendje të mjeruar që po e shihni sot, duhet jetë kujdesi dikujt sepse këtu është muzeu i kujtesës tonë që s'duhet ta harrojmë. Në shkrimin tim e kam përmendur treni i Tmerrit dhe burbuja e Bllacës. Kush e ka lexuar dhe kush e ka mundësinë le ta lexoj, le të sheh se çka kush e ka përjetuar. Për një natë sa kam qëndruar këtu, e kam shkruar 18 faqe. Pa ata që kanë jetë 2 javë edhe më shumë, e kanë pasur edhe më keq. Pa ata të tjerët që kanë qenë për shtëpi dhe janë praktikër që nga disët gjitha nga Kosova deri nëpërmes këtij korridori të nënshkruar nga Gligorovi dhe Miloševići u bë degdisja e shqiptarëve anë kënd botës. Fal ushtrisë shkrimtare të Kosovës dhe trupat të NATO-s erdhin në këtë ditë që sot ne mezi që po qëndrojmë gjysmore apo një orë. Ata që kanë jetuar dhe ata që kanë qenë në male që e kanë prusat lirin sot të cilën po e gëzojmë ne. Në librin e Berat Luzhës, shtektime në për atë dhe, vetëm do t'i them disa çështje para se të flas për këtë libër. Përmend rastin e Hanit të Elezit. Hani i Elezit është komuna e parë në Kosovë që u çlirua, nga se përmes kësaj komune u futën trupat e NATO-s në Kosovë. Flas trupat toksore që kanë qenë. Prandaj për ata që e kanë krijuar mundësinë e dëshirojnë një duar trokitje gjithë nga ju. Aty përmendet shumë kush me që jam i kësaj komunës Kashaniku, se Kashaniku Hani i Elezit ne gjithmonë kemi qenë deri në vitin 2005 e pastaj kur është marrë. Fal 2 kryetarëve të komunës Hani të Elezit, Rufki Suma dhe Mehmet Ballazhit, sot mbahet ky manifestim që duhet kjo traditë të vazhdohet më të tjerë. Libri numër 1 që e ka shqip, ne e kemi bërë me qëllim të caktuar se secili nga ju, nga antarët e familjeve, juja kanë nga një rrëfim. Dhe besoj dhe shpresoj që libri që ka të bëjë me rrëfimet e Bllacës 99 do të flasin gjerë e gjatë për atë vit biblik, do të thotë viti 999. Sepse kjo popullat, kush nga ju që jeni sot të pranishëm, kush nga kujtese e të parëve të juaj, do të tregojnë vërtet që kanë përjetuar ndoshta edhe më shumë edhe më rënd se 9 rrathat e ferrit të Dante Alighieri. Nuk po zgjatem se çfarë kanë bërë këta të tjerët, nuk po i përmend emrat se kush të hyn hak, po e shoh një njeri shumë të madh i cili ka kontribuar këtu, është nga mos të nga Maqedonia, apo nga Struga, apo nde, është Gjevat Limani, aktor i cili ka kontribuar qoftë në Bllacë, qoftë edhe në Stankovec, po dhe të tjerët me radhë. Vitin që shkoj mbeta paksaj i etshëm, me që vitin e shkuar nuk e pata fjallën, por sot për shoh që është i pranishëm dhe këtu, është Gjevat Kryezil. Ditën e Bajramit, Hoxha vjen këtu një njeri i nderuar dhe qoftë i nderuar për gjithmonë. E mos të ngoj emrat të tjerë, sepse edhe këta vajza, edhe këta djem shkëlqyshëm që kanë ardhur sot dhe po ndijmë veten të shlirshëm. Të flas për librin nuk është të rendi edhe nuk është vendi, sepse i kam të shkruar 18 faqe që tu, ju marko, du t'ju kursej, po të them me kusht. Kush e di frëngjishtën, që ku e ka librin. Kush e di frëngjishtën, le ta mësën spari gjuhën e nënës, e pastaj ta mësojmë se çka thot Ismaili pela franceja, ku shkoja këtë të bëjmë. Në librin 2, po them, poshtë të tjerëve, presim dorën e juaj, një qerim lita dhe fokus print,
e kanë mundësuar botimin e librit, I cili ka dalë atë ma pashëm flasë shkëlqishëm, edhe kjo është shkëlqishëm, por aja është në gjuhë shqipe që do ta keni në për librarit e juja. Pres që në vëllimin e dytë vetëm 5 emra du t'i përmend. Është Fjolla Gashi, është Ali Gashi, është Ismaili, është Florim Musliu, është Diana Bajrami, janë edhe përplot emrat të cilët librin e dytë presim që do të bëjmë. Ju do të përgjetoni, ju do të në afroni, ne do të afrojmë mundësirë që me qëllim ta ushqenjë shpirtin, se vetëm kujtesa ajo është që ne do ta kemë. Kështu kemi edhe disa emra të tjerë që po I shoh dhe këtu në pranishëm, që I kanë ftuar edhe kanë sjellë shkrime, siç është Xhevat Mërllahu, Samiraka e sa të tjerë njerëz që presim nga ju. Uroj që takimin e tash një vitit që do të vjen jetë ma masiv dhe besoj që edhe do të bënë edhe punë të tjerë sepse të vijet prej viseve anë kanë pak më parë përmendin njërin nga Kërpimehi atjet nga Lapi, për shembull Izet Abdylin ka nga Drenica, ai tjetri të tjerë mos I zomen goj sa emra të tjerë. Kërkoj bashkëpunim dhe presim që ju do të begatoni gjithë qka me atë qka e ke ndjeni dhe qka dini. Ju faleminderit për durimin që patët. Në këto momente gjej rastin të përshëndes edhe deputetën Hikmete Bajrami e falenderojmë për pjesëmarrjen. Para se të fillojmë me agjendën e përgatitur, Azra Luta paraqitet me poezinë Kosova ime. Oj Kosove imja, oj Kosove imja, sa shumë që të dua, ti e vend gëzimi, ti e nën për mua, të dua Kosovë, ma të bukrin emër, të dua me shpirt, të dua me zemër, të dua shumë, si lule manushoqe, të dua gjithnjë, palën na përfoqe, bukurit e tua më jop një shi, dhe uroj të jesh mon e lirë, të dua, si lule mirë, dhe uroj të jesh gjithmonë e lirë. Në kuadër të shënimit të 10 prillit, ditës përkujtimore të Vllatës 99, para jush do të paraqiten Mervete Dragaj, Shaqir Bejta dhe Elheme Rexhepi, të cilët do të paraqiten me një recital Gërshetat e Shod Galicës. Po ti mbive moj bi në këtë odë që s'është më për ty. Ky gërshet të bëj trash sa visht I kallit. Dikur me thashin o barë sa trupi kumbullë së gjyshe. Bardhoshë gjyshës, tash burrat s'mund ta kenë më vëmendjen të gëzerit, sa do I bukur që është. Ja, kjo është për ty. Mendova se po me jop ndonjë mollë gjyle, si dikur. Shot, po vinë zera nga jashtë, thonë se pas ka ikur Azem Galica nga Vurgu, po, a është vërtet se? Po e vërtet është, moj gjyshe. Ah, bjeshk, moj bjeshk, mos ma kujtoni këtë. Po dëgjohen krisma fushke,
Thonë se pas kanë rëmbyer disa vajza. Ku i rëmbyen këto vajza? Thonë? Pa shiko, si kur dashat në shiroje, lerja këtë puna zëjmi ti. Lumë shota që një atjon. Hajde shot, mere sharkin. Po gjyshe, në vend të sharkis do të aman, këtë zakon në Laisa Boletini. Po që janë këto gjamë që po sjelera, po lufton rrugova e peja, në karash kau të dera. Shot, unë e theva që ta maj Mos i fol vajzës ashtu mërdjal, s'është zakoni. Shot, eja moj vi, pas ka ardhur azën Galica të marë. Mere azën Galica, eja pafsh hajrin. Kështu të erdi radha të dalë shnuse, moj vi. Kjo Kosovë nuk na quan për kuritje. Mbaj më nderë këto rova, e mos e kurit azën Galicën. Në vend të tufanov, po të përcjeli me varot, oj vi. O nuse, tani nuk ke pse i qahash burrit për luft, sepse beteja si kjo rrallë kanë ballë trimat më të vjetër. U ben kaq koha zemë, sa shpejt kalojnë vitet. Qfar ke shot? Asgjë, Diçka po më shef, po kë kapuq, nuk më rivir në kokë. do mësohësh. O këti gërsheti, si t'ja bëj? Kërkuj nuk po janë zanë djelin, i hallet mlaja i pas ke shot. Thamë të ta pres, Që ma kujtova atë këngën, morje mira me flok gjata, shkurtoj pak të preft në fakë. nuk kam kohë të merë me të. Qfar ke shot? Azem, kam dashur të ta them, u ben kaq kohë që unë luftoj dhe përsëri, E nga kjo qenë kemë zetur, po përse me shojnë kështu, Azem, unë i dua të gjithë si vlezër, edhe me qëtërin, edhe me qëtëria kremojnë kur me shenë. shot. Gratë ona qdo herë kanë luftuar për krah burrësh. Ndërtoj kemi pas prise, si që është Teuta. Me Hasan Prishtin bisedova qatë. Krajli po përgatitet për luft. Po ne do të gërkat. Hasan Prishtina e di mirë këto punë. Popullin ka një adhurim pa fund për këdo që lufto për liri dhe për këdo që respekton lirin e tjetrit. Ne kur si kemi rane qaf liri sa skut. Ne kem shumë burra që din ta udhëheqin mirë. Azem, ne kemi vendosur t'i dalim zot tokës tonë. Ne çdo herë kemi luftuar për ta fituar lirin dhe ja kemi kthy pushkën çdo armiku. Aty ku buke si thon buk, e ujë ti thon uj, është tokë shqiptare. Historia e Kosovës është mbrojtur me gjak, e me gjak të mbrohet për nderin e saj. Asgjë i Rugovës, i Plavës e i Kucis nuk do të shkon tëmë. Edhe ato gra, ata pleqë dhe ata fmi që u masakruan, ata do e bëjnë historinë e këtij populli. Po fëmijët që na i vranë, si mund të vejnë njëri u kështu, oj vi, pa i patur faja skujt, oj vi, në tokën tonë, në vatonin tonë, në të drejtën tonë, oj vi. O loke, ne tokën tonë, që ne kur s'do t'ja lëshojmë askuj. Eja o loke,
mos ja vim qefin armikut, sepse a ishtu do që neve të ambuloj vaj e gjama. Do marrim hak për ta djepa, për të gjithë djepat e Kosovës e të Drenicës. Oj, loke, Kosova është e jona, ne dim të mos i ribim për ta fitojmë. Historia na ka mësuar se për ta mbrojtur Kosovën nuk ka rrugë tjetër, veç luftës në përmale. Praj do t'i thonë se shqiptarët nuk vrasin pas shpinës, por s'do ndalim luftën, jo veç për t'lirjen e Drenicës, po të krejt Kosovës. Kosovë, o na, nuk të lëshojmë pa dek të ta. Falenderojmë aktorët, tekst shkruesën Mervete Dragaj, regjin dhe asistent regjin Shaqir Beta dhe Elheme Regjepe, gjithashtu dhe producentin dhe kostumografin Blendi Muharreme. Tutje vazhdoj me teatrin Kaqurela nga Skenderaj, paraqiten me recitalin Ky dhe emrin e ka Kosovë, regjisor Shaqir Beta. Se nuk jam mo, po në vetëm sa vrapova, arav të Dugazhinit, që të mbyll lullkuqe Drenice, kalova dhe qanë, Branëc, Maush, Qirez, e Prekaz, e këtë plis e gjeta aty të varët e Likoshanit, dhe thira me zau, i kujt është ky plis mëre, është plis Kosove, më përgjith zani Hamz Gjasharit, po qka të bëj me këtë blis mëre burri dhe jo t'i thash. Mere me vete më tha, e mbushe farë, se fara hudhet në pranver, e ne, pritëm pranver, apo ju? Mere këtë dhej më tha, e thua i Evropës, që këtë krekos është mojzoj e rand me ata 12 yjen flamurin tanë blu. Sepse, unë tash kam nga 12 vare në secilën shtëpi. E mora pak dhe të shkrumuar nga kulmi i djegur i shtëpisë e Asharajve. E unisa, mu duk se e mora një cop a dhe me vetin e këtë pjesë. Thash me veti, ku ta le këtë shpirë të shkret? Këtë dhe do ma hullin e fëtyr dhe të prehemi qetë, se trima tanë vdiqen që të mos vdes Kosova. Në këtë pjesë e kam dhejun që i dhije era, barat dhe gjak. Dhe tua përkujtoj se nga do që të shkone, sa her që të vene, sa her që të zgjohene, ky dheju thrat, ky dheju pret, sepse është amanetit që nuk shkeljet. Në këtë pjesë e kam Kosovën e nishanat të Baram Cullit, Kosovën etnike të Naimet, Albanin e vogël të Azem Galicës, Drenicën e kuqe të Shaban Pulluzhës, Boletinin e Bacës Is, Kashanikun e Idris Seferit, Rekën e Keqe të Haxhi Zekës, e Prekazën e Tahir Mehës dhe Adem Jasharit. Dhe tua përkujtoj se për këtë dhej u derdh gjak,
se vëllezrit tanë e motrat tona kryte lampë këtë dhe. Edhe pse dikush ka vdek të iknue, po, prindrit tanë vdeqen me këngë në gojë. Afrohun jo njerës të mirë, e qmallun e me dhejun e kushtrimit. Osmanit, Zahidës, Blerimit, Hamzës, Adelit dhe Shabanit. Qmalluni me shpirtin e tyre të shenjtë. Pastaj, ndo që të vajtojeni, e ndo që të bekojeni, si të doni, veç mos harroni se këtë dhe është ujit me gjakun e tyre. Këtë dhe emrin e ka Kosovë. Këtë dhe nuk shitet, këtë dhe nuk blihet, këtë dhe nuk falet, por vetëm bekohet. Përgazoi teatrin nga Qurrelat, autorët, regjisorët dhe kontribucionesit për këtë shfaqje me domethënie. Tutje vazhdoi me orën poetike, ku poetët, të cilët kanë krijimtari të re poetike, do të paraqiten me poezitë e tyre. Me mirësjellje kërkojmë që cilësili prej tyre të prezantohet fillimisht. Ju përshëndes të gjithë dhe pjesëmarrësve, ju përshëndes përzemërsisht. Unë jam Imer Glareva, vi nga Drenosi. Poezia ime quhet Heshtja që gryen e vret. Udhtojnë mes jetës e vdekjes dhe për ullët e të merrit, me heshtjen mërtore që gryen e vret, as të gjallë, as të vdekur, vetëm emrat frymojnë. Toka se mban peshen e dhimbjes, që rëndojnë lotët e zemrës. Shpirti i mjekur i nanës me fëmijun, lanë votrën e vetë, diku për të tretur, në tokën e zezë të panjohur, në nqipën sketer e të hapur, pashtroj e pambuloj. Si në heshtje funeral otonin, pa e ditur cakun se ku shkonin. Mu si zjarë o deshin dhimbjet, si me godë shpirtin u ashponin. Zemra se harën vendin ku ka rrahër spari. Atje la dhimbjet mori veç një fije shpres. Në përvendet e panjohurat e tretur, gjithçka ishte një mjegull, jetë ku vetën shpresa nuk vdes. Ju falenderit. Jam Izet Abdyli, kryetari i Art Klub Rifat Kukaj në Drenas. Poezia titullohet Edhe pak hapa, Egzodit e Vllacës. Siluetat e krusura që bartin dhembjen mbi shpil, fytyrat e treshta të venitura me shpresën e thyer haprojnë të zem trenin e fundit. Zhur makina shetankësh, krisma barbarësh o shetin, ku do për rreth, në brendi vagonësh, heshtje vari, qetësi, denesje, lot nënash, si një ogur i zi. Si me darë mbërthyer jeta dhe vdekja, ben se hir e një reze drite për flak qilin nga plumbat e liris. Vetëm edhe pak hapa drejt cakut, vjen një ogur i mirë,
nga zëri I foshnjës që sa po ka lind emrin e solli me vete liri. Faleminderit. Përshëndetje. Qua Mirvete Kabashi Leko, vin nga Prizrene. Kërkova lirin. Liria luan të sëmbyllën me mua. Mashtrosha me premtimet të kota. Vyshke pritja shkele I premtimi. Tradhtia gjelbroj për herë. Ulërima uqërve nuk ndalonte. Gjaku im qëllosë dhe unë. Vëllau park I volvari e nusja priste si Penelop. Usos durimi, I bëra zë kushtrimit, mali Jehoji, nuk ishte I pazësi I migjenit. Krushit e liris nisën dasmën, në Dardani Jehoji Tupani e vallës I printe me kororën e pavarësis. Ju falenderit. Ju përshëndes në emër të klubit letrar Zerbeziti, jam Rudi Prisha. Britma fëmijësh gjatë rrugës për në blac. Britma fëmijësh e nëna duke vajtuar në për udh. Ecim në mes binarëve të trenit të fundit në Hekurull. Mbi kokat e tyre po I rrinin korbat e zi të vdekjes. Nga trupi një nënë rridhte gjaku mbi dheun e tokës. Një babat që në kokë mbante një plis të bardh, me dhimbje e në mendime rrinte I ullur në tokën. Thyste tymin e cigarës e fundit që aje kishte. Në rrudhat e ballit e ti mund të lexosh mira plag, të dëbuar nga toka, arbërore nga shtëpit e tyre, duke ecur rrugës të shoqëruar nga forcat paramilitare qetnike. Në çdo hap të tyre po I dhidhnin e po I rrinin refugjatet, I torturonin gratë, fëmijët që ishin pa asnjë mbrojtje. Nga lotët të dëbuarve toka u kthye në lumej të kulluar, dielli e humbi ngrohtësinë nga qielli po bie një rrebesh shi. Këmbët e refugjatëve shkelin baltën e përzir me rrjedha, me gjak, trupi tyre nga të ftohtit, e uria po mbështetet për plepat e gjatë. Në fush, shikoj me mija fëmi, gra, pleq të lodhur, vraponin pas një makine për të marrë një bukë për të ngrënë, e gjithë lëndina u mbush me refugjat, e britma, fëmijësh, e nënash. Dikush aty vdeq e një nën lindi një vajzë në qiellin e hapur, por atë vajzë të lindur në blace pagezuan me emrin Liri. Lete Jehoji kënga në melodinë e lautës mbi ato male, atje po qëndrojnë në front duke luftuar ushtria çlirimtare. Ata dje me vasha do I dalin zot tokës se kthyer në varre, do të kthehemi nga vllaca ne, refugjatët në token amtare. Kur dielli ishte robruar nga rësira në atë ditë prilli, ca rreze po vjen nga malet e Drenicës, Llapit, Dugaxhinit. Atje Kosova po e gëzon lirin, po e ngrit flamurin kuqezi. E janë të bashkuar, nëna, pleq, fëmi, të kthehemi në Kosovën e lirë. Atje është buka, është toke e dëshmorëve që ranë për një Shqipëri. Faleminderit shumë. Tani, për ajush do të paraqiten vajzat e shkaqarit të hanit e lezit me valle popullore.
barkat dhe jot, larg vatanit, tretur për te i oqean. Shpirt e ftyr prej nonës ktheva, fushe male ka përceva. Ka përceva detet pa anë, mushën frime trasohën nan. Nan, për ti kam shumë devoj, se mërgimi më robroj. Ah, dora jote më mungon, sot pran te me shumë mal, ma ve dorën për bibal. As një gja për rreth këse bote, nuk më ngroj jo sa dora jote. Që në Shqipënia kurita shtatin, në Amerikë ke kova fatin. Këtu jam orëzi zogës kifteri, por ma shumë se ago i meri. Po qëndëroj si Robinson, larg prej skretes një sajnon.